Po të kishte drejtësi Shqipëria, po të kishte SPAK funksional dhe të pavarur, nuk do kishte nevojë fare për revolucion të tillë. Siç e keni pa, e gjithë propaganda e fllihur e mediave pro-qeveritare për SPAK-un. Më lejohet mu të flas për SPAK-un sepse kam qenë që ditën e parë që është votuar me 140 vota në parlament të reforma në drejtësi, ndoshta i vetmi shqiptar kundër asaj, kur dukej sikur bëje blasfemi po të ishe kundër. Kështu që e kam të përhershme këtë lloj diskutimi apo komenti për SPAK-un. Po të ishte SPAK-u funksional, s'kishte nevojë fare të lodhshe as diaspora, as shqiptarët në kohë pushimesh të mbushnin sheshet natë për natë, po i kishte kry punët SPAK-u. Edhe Shqipëria kishte shpëtu, se Shqipëria ligjet i ka, rregullat i ka. Kjo është i budallik, kjo jo po Shqipëria e re, Shqipëria e ka kushtetutën, Shqipëria i ka ligjet. Shqipëri nuk zbatohen ligjet, nuk zbatohet kushtetuta nga një binom mafioz Edi Rama Altin Duman. Ky ka qenë kombinimi më mafioz që ka pas Shqipëria përveç kombinimeve të dosjeve e arubave që janë to diskutimet që kanë bërë me mafian këta. Sepse që të bindeni, kush po më ngjon që të bindet, duhet kuptoni këtë, deri rasti i Belinda Ballukut është rasti më flagrant, dhe rastet e tjera të mëparshme që ka pas SPAK-u. E morën Ilir Metën e tërhoqën zvarr rrugëve. E futën Sali Berishën 1 vit në burg, pa prova, pa fakte, pa u gjyku, pa asgjë fare. Pra ai sot është duke viju procesi i gjykimit, po 1 vit burg e ka bë për qef të këtyre, për propagandë dhe për statistik të Altin Dumanit edhe të Edi Ramës për SPAK-un. Ashtu si kurse dhe Ilir Meta që mund ta bënte këtë proces që po bën të vazhdonte gjyqi, s'kishte as rrezik për tik, apo rasti Fredi Bilerit e këtu. Që të kuptoni, ose edhe Erion Velia, qoftë edhe Erion Velia, të kuptohet që ka hy me urdhër të Edi Ramës në burg, gjithë vartësit e Edi Ramës i ka shit Edi Rama, i ka tradhtu Edi Rama, ka bashkëpunu me Altin Dumanin, me SPAK-un, edhe u ka fut për të angec atyre dhe për të tregu statistika që këtu po punon drejtësia, po asnjëri rapaj çajon këto të koncesioneve të shëndetësisë, incineratorët, gjithë asnjë lek nuk është kthy në arkën e shtetit nga hetimet e SPAK-ut. Të gjithë hetohen edhe gjykohen për çikërrima, ashtu sikurse edhe Erion Velia që s'hetohet për incineratori, po hetohet për brekt e gruse, budalliqe të tjera. Shihni rastin e Belinda Ballukut, Edi Rama nuk e dorëzoi përpara drejtësisë, se thoshte nuk ka akuzë për korrupsion, po bëhet gati një muaj që Belinda Balluku e ka akuzën për korrupsion dhe SPAK-u, Altin Dumani nuk e çon kërkesën parlament për arrestimin e saj. Ky është rasti për ta pa dhe më idioti, dhe më ignoranti, dhe më i trashi, për ta pa se drejtësia të Shqipëri është e kapur dhe është e komanduar. Se Altin Dumani ka qenë dhe vjen të mbetet, pra një kamikaz i smur i Edi Ramës. Sigurisht mund të jetë i kapur, se jo po vila ma dha kisha, jo po këtë ma dha kjo, ma dha ajo, dhe nuk ishte nevojë fare të bënte revolucion Shqipëria. Ose dosjen që i ka shku për Edi Ramën, që shumë njerëz po presin që jo po t'ja bëjnë sot, t'ja bëjnë nesër publike, i ka shku dosje nga agjencitë ndërkombëtare për ta marrë në hetim, për ta marrë pandehur. Kështu flitet, dosje në 2 gjuhë, por që nuk e nxjerr SPAK-u. Ai nuk nxjerr për Belindën, mendojeni ju për Edi Ramën. Pse nuk e nxjerr? Sepse nuk e le Edi Rama. Mendoni çfarë do të ndodhte sikur në këtë revolucion SPAK-u kishte çu kërkesën në parlament. Në çfarë vështirësie
politike do ishte Edi Rama, sikur të kishte në kuvent të arkivuar një kërkesë nga drejtësia për leje për arrestimin e Ballukut. Pse nuk e ka? A pyet njëri në këtë vend apo jo? Edhe këta ignorantët që thrasin me megafon në shesh, këto njerëzit e futur, këto njerëzit e cytur që shkojnë për të uzurpuar protestën, edhe thrasin bëjmë Altin Dumani kryeministër, Altin Dumani e spaku e leshi e preshi. A e kuptoni qa strategji e qa loje politike bën spaku që ndërkohë du t'ishte në punën e vet. Du t'ishte në punën e vet, do të kishte çu ato, po i ka thënë Edi Rama, kuptohet, kjo se unë s'kam informacion, po i ka thënë që maje mos ma sill se njerëzit në shesh, më sill që dhe kërkesën për Ballukun aty, do ishte në një situatë jashtëzakonisht vështirë. Spaku nuk e bën, sepse nuk do me e vu e prorin e vet, shefin e vet, tutorin e vet, nuk do me e vu në vështirësi të tillë. Prandaj, u ngrit revolucioni, prandaj i është qerr maska në gjitha mediat ndërkombëtare, nuk i plas më kujt se qa jep Top Channel-i, qa jep Klani, çfarë jep Vision Plusi, qa jep Carlo Bolino e treshi me të birin qa ka media ky që i kontrollon Shqipëri, sepse njerëzit informohen kështu ja, në për kanalet e YouTube-it, në për rrjetet sociale dhe përmes mediave ndërkombëtare, të cilat e kanë zbërthy komplet një super mashtrues të dytë nuk ka në Europë, nuk ka pas ndonjëherë në historinë e Europës, po të paktën 100 vitet e fundit. Mashtrues të tillë, njëri të tillë të korruptuar, që ka bë libër, ai libri që i shumë diskutuar, libri i arkitektëve, ku flitet që thonë arkitektët atje, ky do të bëhet mbret, edhe mos ketë nevojë më Shqipëria për zgjedhje për pra. Ka bëj libër, e ka nda Shqipërinë copa. Copa për Zamirmanen, copa për Shefqet Kasratin, copa për Bashkim Ulaj, copa për gjithë oligarkët, dulakët e qa ka këtu. Pra Shqipëria, tani duhet më kuptojnë mu gjithë ata që u thoja unë, u thoja jeni mbeturina, po totalisht mbeturina, atyre që më komentojnë në rrjetet sociale në Facebook, kryesisht moshës, pensione sipër, nuk më kanë sulmu kur patronazhistët, as socialistët e ndershëm, po vetëm trush shplarët, ignorantët, që hajnë propagandën e Klanit, e Topit, e Carlo Bolinos e tjerëve, po shifeni si e ka bë, e kanë nxjerr librin, shifeni si e ka pas projektu Shqipërinaj. E ka pas projektu që mos ta lëshojnë më pushtetin, dhe rast unik, se ky e ka pranuar që ka pas gjyshin, a kë ka pas shofer të Ahmet Zogut, të mbretit, rast unik që pasardh si shoferi mbretit i thuhet bohu mbret nga arkitekt me famë botërore. Njerëz të korruptuar, njerëz të poshtër, gjithë edhe ata, sigurisht. Ka bën një artikull prap sot njeriu i George Sorosit, Fred Abrahamsi, edhe e ka detaju këtë gjë shumë saktë. Kemi për mua njeriu vetëm që e ka, para se dal kjo libri arkitekt dhe libri kuqe, kështu ka bë libër ky Vincent van Gerwen Oej, është një holandez i jashtëzakonshëm që ka dhënë një kontribut të papar në qerrjen e maskës, në shpërbërjen e maskës së Edi Ramës. Ai ka bërë një libër shumë kohë më përpara, Rënja e së ardhmes. Po se ka, kjo më çudit edhe nga intelektualët sikur janë skandalizu, tani kanë hap atë grupin e WhatsApp-it që i kam pa dhe unë aty. Janë skandalizu se doli ky ka thënë me arkitektët, sepse këtu intelektualët nuk lexojnë më, kanë lexuar sikur kanë qenë kohët më përpara, kur kanë pas kohë, edhe nuk e kanë lexuar librin e Vincent van Gerwen Oej, holandezi i famshëm, Rënja e së ardhmes. Në këtë libër ai e ka shpjeguar shumë mirë se çfarë është Edi Rama dhe çfarë ka përgatitur Edi Rama për Shqipërinë.
me detaje. Pra kjo është vetëm një shtojtës, kjo e arkitektëve, kurse ajo është filozofia që e përmbledh më së miri rënja e sardmes, filozofia që përmbledh më së miri Edi Ramën, se çfarë është Edi Rama dhe çfarë ka pas projektuar Edi Rama për të bërë me Shqipërinë. Por u desh që të ngrihet, t'i prishen punët me Sorosin për afrimitetin që ka kriju me Trumpin, për pabesinë e këtij. Thelbi i gjithë çfarë po ndodh është vetëm në një gjë, pabesi. Pra pabesia e Edi Ramës e lëshoi Sorosin 35 vjet që e financon Sorosi, e ndihmon e suporton e gjitha me radhë, nuk i dha ishull Sorosit, po ja dha Trumpit, pra se frika ishte më e madhe ndaj këtij tjetrit që erdhi perandori i ri, edhe ja futi të parit e desh me i dhon lagunën edhe ishullin. Me i fal ishull perandorit kohës. Edhe këtë s'ja fali Sorosi. Thoni çfarë doni, shihni njerëzit që udhëheqin revolucionin, shihni njerëzit që mbështesin revolucionin. Janë njerëz që spari duhet, kam thënë, për ta ripërsërit prap. Ky është një revolucion brenda smajtës, por unë e mbështes. Arkitekti kryesor është Sorosi, mund të ketë edhe tjera, ashtu qeveria europiane, kujtun më the tash, mund të ketë edhe tjera, po ai është arkitekti kryesor, por unë e mbështes sepse është shumë e rëndësishme që Edi Rama të shkulet nga karrika e kryeministrit, sepse po e kaloi edhe këtë herë, de facto ai është mbreti i Shqipërisë, edhe Shqipëria ka marrë fund për gjithmonë. Për këtë arsye e mbështes këtë revolucion. Por njerëzit që dalin aty tani, që bëjnë si të sote, që bëjnë si të mençëm, si intelektual, me i kërkuj njërë falje shqiptarve, sepse 90% e tyre janë njerëz që i kanë hedh tru dhe gomarit shqiptarve për ta sjellë Edi Ramën aty ku është sot. Shumë mirë që kanë reflektu, shumë mirë që kanë bërë kthes, shumë mirë që po aktivizohen për ta heq Edi Ramën nga aty. Por do ishte shumë më mirë, shumë më e denjë, shumë më dinjitoze që t'i kërkonin falje shqiptarve që i kanë mashtru, kanë hedh tru dhe gomarit se Edi Rama është një lider vizionar, është artist, është një i pa korruptueshëm, është kështu, është ashtu, gjithë me radhë. Të gjithë me radhë nuk po përmend emra, sepse ka njerëz edhe të nderuar e kanë menduar ashtu. Po këta njerëz kanë qenë që kanë mbështet, kanë lavdruar dhe kanë ngrit në qiell reformën në drejtësi. Dhe nuk pyesin sot pse Altin Dumani muajin e protestës, muajin e revolucionit, masi nxori që ngriti akuzë për korrupsion për Belinda Ballukun, nuk çon kërkesë në parlament për të marrë leje për arrestimin. Kujt i shërben? A ka shërbim më të pastër se ky ndaj Edi Ramës, ndaj pushtetit? Këtë pyetje duhet ta bëjnë. Këtë pyetje duhet ta ngrenë edhe në shesh, ku është Spaku? Pse nuk lëviz Spaku? Ose pse nuk bën transparencë Spaku me publikun për zërat që flitet se i kanë shku dosje për Edi Ramën, edhe pse s'hap hetim. Ose pse në të shkuarën, pse s'ka hap hetim në asnjë dosje ku është brenda i përfshirë Edi Rama. Ja, ky është Spaku, edhe këtë keni besu ju, po të kishte Spak për çdo njeri që më dëgjon, edhe e kanë kap ethet e revolucionit e ndihet si shpëtimtar e kujtun, jeni duke bëj punë shumë të mirë. Por edhe për këta që rrinë shtëpi, rrinë si skuntha, këto mbeturinë e tru shplar, pensionist smur një pjesë. Pse do kishte nevojë për revolucion Shqipëria po të punonte Spaku? Po të çonte Spaku, të arrestonte, po të kthente mbrapsht plaçkën e vjedhur dhe po të mos lejonte masakrat me pronat që janë bën në Shqipëri. Nuk e ka informacione Spaku? Pra e kanë gazetar holandez, e kanë gjithë njerëzit që s'kan lidhje me drejtësinë, nuk e pas ka drejtësia këtë, me gjithë ato mjetet sofistikuara, përgjimje, hetimje, marrin miliona euro rroga nga ne, edhe sillen si
si maskarej sillen si vartës të Altin Dumanit. Kjo është turpi më i madh që i ka ndodhur Shqipërisë. Reforma në drejtësi me një emër të përveçëm më negativi i kësaj reforme ka qenë Altin Dumani, por pastaj gjithë struktura e spakut e drejtësisë. Kështu që pranaj po e shkatrojnë ata që e kanë ndërtu. Po e shkatrojnë vetë, sepse e din. Kishte dalë te dhënat që ka dhënë për këtë The Albanian Files, ky gazetari holandez, a kritikar, gazetar që është ky, ka zbulu, kanë dekriptu gjëra shumë interesante për fshirjen, pra si ka qenë kap Shqipëria. Shqipëria ka qenë kap nga Edi Rama, kryeministri, i cili nuk ka punu asnjë ditë vetme për shqiptarët, për socialistët e ndershëm, po ka punu për Zamir Manën, për Shefqet Kastratin, për gjithë oligarkët që janë në Shqipëri, për Bashki Mulajn, për pronarin e Top Channelit, për Aleksandr Frangajn, për Irfan Hysembelliun, gjysmën e kohës, se tani është mërzit Irfani se nuk ka marrë sa që kanë marrë këta tjerët, nuk është parimor Irfani që zihet edhe sulmon Edi Ramën, thjesht nuk ka marrë plaçk sa që kanë marrë tjerët. Dhe të gjithë këta kishën nda Shqipërinë. Te ai libri i arkitektëve, ku sugjerohej kjo, kishën nda Shqipërinë. Arkitekt që kanë marrë projekte publike, kanë bë projektin e vilës së kryeministrit. Një skandal i jashtëzakonshëm, kryeministri britanik ka ikë për gjë shesharake. Ky Starmeri. Kanë ikë 4 kryeministra britanik për gjëra shesharake në sa i bie 7-8 vitet e fundit. Edi Rama vazhdon e sundon si mbret ata që shkojnë të bëjnë punët që u jep punë me paratë e shqiptarëve, nga arka e shqiptarëve, shkojnë e i bëjnë edhe në i gjo nga shtëpia, si që bëjnë ata te vila e Belinda Ballukut. Merrte tenderin atje, edhe ky është një fakt tjetër. E heto Belinda Ballukun për korrupsion për kohën kur nuk ka lidhje të drejtë për drejtë Edi Rama, dhe nuk e heton, nuk e merr pandehur për korrupsion për aferat ku është i implikuar Edi Rama që e kërcënon ajo. Kështu që kjo është thelbi i gjës, kushdo me e kupton, është e thjesht fare. Çdo njeri që ka dalë në protestë është i respektuar, çdo njeri që jep një kontribut për ta rrëzuar këtë është i respektuar, por budallëj nuk duhet jemi, idiot nuk duhet jemi. 90% e atyre njerëzve kryesor që udhëheqin protestën, sigurisht janë njerëz që kanë në një formë ose në një formë tjetër e kanë ngjyrë ndonjëherë me Fondacionin Soros, dhe janë njerëz që kanë bërë propagandë të tmerrshme që Edi Rama të vinë pushtet. Kanë mashtruar një herë shqiptarët. Që të keni besim tani, që s'po i mashtroni prap, duhet u thoni shqiptarëve, u kërkojmë falje që kemi kontribu për të ardhur një maskara në krye të pushtetit. Pastaj vazhdoni, sepse njeriu edhe pendohet, njeriu edhe bën gabime, kërkon falje më. Shlyrja e gabimit kalon përmes kërkimit të faljes. Pastaj vazhdoni me revolucionin, edhe në fund shkon kjo punë se Edi Rama do ik, nuk e ka gjatë, vetë se kur të vinë momenti që do ta detyrojnë këto në shtetet europiane ose agjensitë ndërkombëtare, do ta detyrojnë që t'i bëjnë publike gjitha informacionet që ka për Edi Rama, edhe t'i marrë, t'i fshin bashkë me Edi Rama, me Belinda Balluk, në qoftë se, pra e kam thënë gjithmonë, 2 zgjidhje ka, ose do e bëjnë deputetët e PS-s këtë punë, ose nëse nuk e bëjnë deputetët e PS-s, pastaj do ta bëjnë spaku, po nuk do ta bëjnë vetë spaku nga dëshira e vet, sepse spaku me dëshirën e vet po bën këtë që po bën tani. Nuk çon kërkesë për leje për Ballukun, nuk zbulon dosjet për Edi Ramën. Këtë e bën me dëshirë sepse është i varur kokë e këmbë nga Edi Rama. Nëse do ketë një ditë presion, sa ta kujtojnë që SUA ka dosjet kush atyre të spakut për pisliqet që kanë bë. Si një strukturë e frikshme,
ashtu si që ka pas propagandën e mbjelljes frikës, ashtu ka pas mund të ketë pas edhe aferat nëse ka pas afera. Po nuk ka ndetë asnjë aferë pa u regjistruar. Kështu që kur thoshte i famshmi i të shmendur i Spartak Ngjela, që lavdronte reformën në drejtësi, ka Çeçva Biçak. Edhe Çeçva e ka Biçakun kështu tani për t'ia tregu spakut se ç'a duhet bëjnë. E ky është revolucioni, pra na e kishte kursy spaku me miliona euro që kemi harxhu, duhet na kishte kursy spaku, duhet ua kishte kursy shqiptarëve që mbushin sheshet plot, sepse bëri dhe task force për zgjedhjet. Po të mos ishte spaku politik, po të mos ishte Altin Dumani, zar i bindur i Edi Ramës, task forca e spakut për zgjedhje duhet i kishte rrëzuar zgjedhjet. Sepse nuk kanë qenë të lira dhe të ndershme zgjedhjet, është e ditur kjo gjë, është e zbuluar edhe tani, po u dinte edhe në kohë dhe e kishte kry punë. Kishte kry punë Shqipëria, nuk i kishte hyrë këtyre halleve që nuk dihet se si do shkojnë tani më tutje, sepse s'është e lehtë të largosh nga pushteti një njeri me kaq shumë para, me kaq shumë lidhje me mafian e me qeveri jo miqësore, nëse ka një njeri që ka lidhje me qeveri jo miqësore, lidhje vllazërore me qeveri jo miqësore, me shtete jo miqësore me Shqipërinë, ajo është Edi Rama dhe ka pohu vetë që e kanë vlla Aleksandr Vučićin. Kështu që do të kishim kursy shumë gjëra, po të ishte spaku që të funksiononte spaku siç duhet. Kjo është situata, për të tjera gjëra rrugës do shohim çdo ditë. Çdo gjë të re edhe do ta komentoj. Natën e mirë.